Mirë mëngjesi nga Sarajeva Bashkëshia, jemi këtu bashkë në qendër të qytetit të vjetër, të të liquar Bashkëshia, ku turist ka 24 orë. Dëherë janë më shumë nga Japonia, Kina, Turqia, Malezia e gjitha vendet të botës është e përbërë. Kështu që në qëzimi shkurtë, pastaj do të vazhdojmë me qëzime tjera. Është interesant të që kjo i shetë që kalamoq, diku që i bden, ata nojë mas ushimit të qita në kamër. Është shumë interesant. Këtu për rani tonë të një fitore nga të festivale në tradit. Në tradit të gjatë, 70 vjeqare, këtu mënë në fitore në pristi katolikore, ka një gjamit e opët, tjetra atje, tramvaj këtu, sahati këtu. Çdo sen është edhe vonë, po ende është herët edhe është në pritit shevë. Kështu që pak marrët ishtë grupa të rëgjë që ju heqen nga njerëzit që ju tregojnë historien të lutës do të arzitojmë edhe atë vend ma vonë. Kështu që kaq për këtë qizim të shkurë. Ju përshëndes. Ja, pra një herë përshëndetje nga Sarajeva. Kjo është Bashkëshia e vjetër, e përgjithshme, e quajtur Bashkëshia. Ora në orët e hershme të mëngjesit. Kështu njerëzit qarkullojnë prej mëngjesit deri 00 pa ndonjë. Kjo është një prej 4 rruga në drejtim të qytetit Berlin, e cila është pak më ngarkuar se këto tjerat. Kështu që mas pak ndëgjohet të gjuha bosnjake, të tjerat gjuhë janë drejt me këtë. Për këtë bote. Grupa një problemi, vazhdo trajnë dushi. Kjo ndërtesë ashtu që vjen është në drejtja e vjetër. Është kjo e vjetër këto. Në qindra vjetë. Turistët provojnë gjithë shka. Në shqipëqenit njëra, kjo është një shqiptar nga Malezi. Edhe kjo është nga Macedonia. Jemi ofër Begova Gjamia, që është një ndër gjamiat më të vjetra në trojet e Jugosllavisë. Në më thonë, jeta këto është dinamik. Me plot turist nga mbarë botë. Dhe këto do hymë pak në oborin e gjamiat.
në bore xhamiës. Kjo është Istra Begova xhamia, më e vjetër edhe më e vizituara nga gjitha unët e botës. Dhe ka që të përfundoj këtë inqizim këtu dhe vazhdojmë atutje.